Përshëndetje të nderuar shikues dhe ndjekës të civilit në gjuhën maqedonase, shqipe dhe angleze. Siç e dini, sot mbahet rivotimi në 7 vendvotimet nëpër vendin tonë. Civil Qendra për Liri ka vendosur vëzhgues të lëvizshëm zgjedhor në komunat ku sot rivotohet për zgjedhjet parlamentare. Monitorimi i zgjedhjeve do të kryhet nga vëzhgues mobil të akredituar të civilit gjatë gjithë ditës së votimit deri në përfundim të numërimit të votave. Qendra e shtypit e civilit do të jetë e hapur për media gjatë gjithë ditës së zgjedhjeve, ndërsa do të ketë, nëse ka nevojë, do të ketë edhe adresime të jashtëzakonshme gjatë ditës. Pak para 15 minutave u mbajt adresimi ynë i parë në gjuhën maqedonase në ora 12 dhe kjo është adresimi i parë në gjuhën shqipe. Me adresime tjera, gjithësisht me pres konferenca, do të paraqitemi në ora 17 dhe 17:30 në gjuhën maqedonase dhe shqipe, dhe e fundit do të jetë në ora 20 dhe në ora 20:30. Të 7 qendrat e votimit në vendin ku sot bëhet rivotimi për zgjedhjet parlamentare të vitit 2024 janë të hapura në kohë dhe votimi po zhvillohet pa probleme sipas vëzhguesve tanë mobil që ndodhen në terren. Rivotim bëhet në njësinë e 5 zgjedhore në vendvotimet 1194 dhe 1202 në Krushev, 1272 në Ohër, 1470 dhe 1470 Viz 1 në Dolnen, 1844 në Strugë, ndërsa në njësinë e 6 zgjedhore në vendvotimin 2101 në Zhelinë. Gjithsej janë regjistruar 4514 votues në vendvotimin 2101 në Zhelinë, të drejtë vote kanë 993 votues, në vendvotimin 1194 në Krushev, të drejtë vote kanë 470 votues, në qendrën e votimit 1202, gjithashtu në Krushev, të drejtë vote kanë 298 votues, në vendvotimin 1272 në Ohër, 712 votues, ndërsa në Dolnen, në vendvotimin 1470 kanë të drejtë të votojnë 659 votues dhe në vendvotimin 1470 Viz 1 634 votues, ndërsa në Strugë në vendvotimin 1844 të drejtë vote kanë 755 votues. Sipas Komisionit Shtetëror Zgjedhor, krahasuar me votimet nga data 8 maj e vitit 2024 deri në ora 11, ky rivotim tregon një rritje të daljes së votuesve për 5.35% në këto qendra votimi. Qysh në ditët e para pas zgjedhjeve parlamentare, civili ka regjistruar disa raste të kërcënimeve dhe presioneve në disa institucione, ndërsa në institucionet e nivelit lokal shënohet një numër në rritje të presioneve dhe veprimeve që mund të kategorizohen si revanshizëm. Gjatë funksionimit të qeverisë teknike, raste të tilla evidentohen në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ambienti ose mjedisi në këtë institucion shtetëror është i tillë që disa punëtor ndihen të pasigurt, përballen me masa kufizuese dhe kërcënime për largim nga puna dhe në disa raste edhe me fyerje dhe kërcënime të drejtë për drejta. Këto gjetje tashmë janë pjesë e raportit gjithëpërfshirës nga monitorimi afatgjati i civilit, i cili do të publikohet në qershor në kanalin ton video YouTube dhe në Facebook, si dhe në platformat tona mediatike civilmedia.mk, drejt.mk dhe Civil Today. Kjo ishte adresimi ynë i parë për sot. Për publikun na ndiqni në ora 5, gjithsesi në ora 5:30 me preskonferencën e dytë. Ju faleminderit.